Nxitoni, si zbardi. Mos t'i heqësh nga trupi, as dimër dhe as verë. Ku do qofsh fanellat mos i heq nga trupi. U dhe e mërgimit është e largët pishë. Do të rojnë ato, do të rojnë. 4-5 vjetë, pastaj kur të kthesh, nëna do të bëjë të tjera. Se do kesh hedhur edhe 7. Më merë me vete. Mos më lërë. Do të shpije. Unë s'di as vetë ku përshkoj. Krej trufeti, birë. Do të ikësh edhe ti? Po. Pse? Shtëpia do kratë o gjyshi. Toka nuk në mbanë. Edhe babaj do të iki, të gjithë burat do të iki. Pse? E po mjaftë më i gra. Nuk është here e parë. Ka vajtur edhe gjyshi dikur. Mos. Mihal, amanet djalin. Mos ki me radhë, do ta kem si djalin tim. Është i vogël për në. Ka që isha dhe unë kur më mori babaj në malë shenjë. Ku mali shëjnë, ku Amerika. Babi. Hajde të keqen babaj. Hajde! Ama Gjan, je vogël si kupton do të këto gjëra. Lëviz! Këtë derë ti do të mbashapur. Mos harro. Rrimi këtë gorbir. Deri këtu. Të mbajta unë. Këte e tuti do të mbash veten. Do të në mbash edhe neve. Nënën të motër.
Mos e harro këtë gur kutule. Ne vim, ikim, ky gur mbetet. S'më gjen kur të vish. Mjaft o kol. Mos e avrazën në tjetër. Nuk likështohet ajo. Është burë. E di. Ne udhëtarin. Hajde, miqësh. Puse burin. Mbaj 2 amanetet. Mos harro gurin. Edhe mos gënjen. Kur? Udha ditë. Ke qenë mota. Prit. Dale të të kullë. Ç'do t'i bëj? Ne ta tredi. Po ç'është tredi? Gja. Largoj fëmijën. Hajde, largoj. Jepi lidhemi. Trëngoj gja. A kusta keni gjetur? A kusta? E di vlla, e di. Me shëndet. Ja dhe kjo punë mbaron. I mirë do t'u bë. I urë do t'u bë. Do t'u lëroj tokë. Të faleminderit edhe të lushin duar. Hajde, ma. Opa. Ik more. Është egër të vret.
Lorenza, nëna ka ikë. Nene. O, nene. O, nan. O, nene. Një ndershëm i bosh, jemi mirë, lutim Zotin dhe për ty e për djalin. Mëso se këte i ka fukarallëk të madh. Nga parat që më tërgove, 5 Napoleona i lava borgjin Filip Kodrit me gjithë fajis. Dhoskën e nënës nuk e njohën fare në fotografi. Në Rënza dhe Elena të puthin duart. Dashur i djali nënës Gjon, po të shkruaj me dorën e kushëririt Filip, se s'dua që Rina t'i marrë vesh këto halle. Kam qenë e smurë birë, dhe ti s'u bëre gjallë për një motë. S'të vëfaj nëna. Gjithë burat u dërgojnë grave letra të lara me lotë. Ti më dërgove herën të si. Dije se nuk jam si shtë shkruen gojët e liga. Ta kam ruajtur nderin si sytë. Djali nënës Dhosk ka 8 muaj që kur ndroi jetë ytat. Kjo Amerike zezë si hëngri burat e rinj. S'na ke dërguar as para as kartë mirë. Në Rënza me Lenin u rritëm, duan prik. Më rofë o birë, që u bëre i hajrit dhe na vure krahun. Mëso se motrën të nderinën, na i kërkojnë në fshatin Arrës. Të shkruan gruaja jote, Magda. Letrat i dërgojnë në adresën e parë. Ato sikur bie në fund të pusit. U bën kaq vjetë. As më kthehen, as më përgjigjet njeri. E di që ty ta prishën mendjen shpifjet e botës. Mbase ke zënë grua tjetër andej. Po unë shtëpin do ta mbaj hap. Edhe jo tëmë. Duro, ngryse, gdhiu, vetëm si kukuvajk. Që kemi hequr e dim. Që kemi për të hequr nuk e dim.
për t'jekin. Po gjene mbajmi se keni rënjë. Zbrit. Po pse? Erdhëm tek shkëmbi. Tek kandili. Tek e arruar. Moj të uruara. Jera grashtë. Kanë kaluar 17 vjet. E pas ke arruar amanetin e gjushit. Pudhe atë gur. Për shpirt ti. Kujdes mos e shuash. Ç'është ky kandil? Andaj nga kam qenë më shfaqje shpesh në ëndër, po asnjëherë nuk e kam ditur pse. Është kandili i rrugës. Po këtu nuk ka as kisha as ikona. Ikonat. E që janë ikonat? Një copë dërrase zografisur. Ajo u ndrit udhëtarve. Atyre që ikin, atyre që kthehen. Kush e mban të ndezur? Zemrat e grave. Çfarë? Ju kaptoni male, kaptoni dete, si zojt. Ai që ndron këtu, digjet. Nuk shuhet kur. Thonë se çdo gjë humbet edhe vdes, përveç njerëz. Kujt? Shpresës. Njeriu duhet jetë gur. Çka për të hequr, nuk mund ta di. Po se si duhet mbahet, këtë le ta di. E ku kërthi? Eja tani hip. Jo, duhet ecin në këmbë. Kështu më tha edhe jo tëm atere. Zbritëm të ecin në këmbë. Kur? Atë ditë që doli nga spitali. Nuk e shoqëron dhe asnjëri nga fisi? Jo. Jo të motër është martu e larkë. Po ky kushuri i rim Filipi. Lipka? Lipka. U do të flesë sëndë? Në shtëpinë time. Pas ke metur i mirë, birë. Të gjithë kthehen kur i thresin gazet, nuset, fëmijët. Ti u ktheve kur thirrën hallet edhe dertet. Elena po trokasi në portë. Porta, Elena. Qupe Mihalit, kush e mban qershin e shtëpisë Kodrajve? Kush e kërkon Xharufet? Ka ardhur Joni. Çfarë kërkon? Është kthyer. Kush ishte? Gjoni. Gjoni Kodrajve. Gjon. Faleminderit, ju si jeni? Gjon, mirë se erdhe, more birë. Faleminderit. Mirë se erdhe. Faleminderit. Unë jam nëna e Dhoskës. A, e Dhoskës? Si e?
Po nuk e kam parë, kemi qenë larg. E di, na ka shkruar, na ka folur në për karta. Po mirë. Mirë, ju faleminderit. Hajde, urdhëro. Po jo, Hajde, po si kështu pa pritur pa ndonjë ver. Po jo të motre di apo se di vallë. Jo, nuk pata mundësi ta lëm. Hajde, Por u ngarkua shpejt. Urdhëro. Jo, ju faleminderit. Çelsa tesh. Je fjalë, Çelsa. Faleminderit. Natën e mirë. Natën e mirë. Ka ardhur Gjoni Kodrajve nga Amerika. Ai nuk ka dritë. Nuk shikon. Ai nuk ka dritë. Nuk shikon. Kush është? Jam unë. Çfarë kërkon? Të solla dritë. Faleminderit, lëreni aty. Shtëpinë e kemi mbajtur të pastër. E kemi ajrosur çdo 3-4 ditë. Rofsh, pa çfarë të bardhë. Lëre hap. John. Unë jam Elena. Elena Mihalit. Elena Mihalit. Qenë ke bërë koqa vajzë. Nëna më tha të urdhroni për darkë. Ju faleminderit hamra rrugës. Sonte nuk duhet të dal nga shtëpia. Po iki. Natën mirë.
Nuk pas ta fjetur akoma. Kur I qova feneri, la e di se ç'po bënte. Kishte rënë në veshte vatra dhe qantë. Sa e dimshme është të kthesh pas kaq vjetësh e ta gjesh shtëpinë të shkret pa njeri. Eja të flem se u bëvan. U duk sikur s'mante mund asgjë. Asgjë. As mu. Si ishte mundur. Kështu ndodh me të gjithë burrat kur kthehen nga kurbeti. Ndodh që harrojnë edhe gjuhën e mamës. Me sa duket, ati ndodh diçka me ta që ne nuk e kuptojmë. Ndoshta toka e uaj ju aftov gjakun. I bën të mbyllur. Lodra fëmish. Çfarë? Hiç. Më kujtuan lodrat e fëminisë. Vetëm të kujtimet bukura që na kanë mbetur. Këtu. Mes këtyre maleve ku ka vetëm njerëvull e gur. Urdhroni brenda. Qofshi bekuar që hape portën e kësaj shtëpie. Nuk bën ta kapërcej pragun e para një grua. Është mbash sikur e kalon një burr. Po burrat I merr kurbeti. Ati u thanë zemrat. Është im shoq. Ka 10 vjet që s'bëhet I gjallë. Se ko e qojnë u nisët bashkë. Nuk e njoh. Alaska është larg, është shumë larg. Është një vend ku bën gjithnjë dimër. Ashtu më thanë të gjithë. Aty bën vetëm dimër. Po dimri më I madh është këtu. Urdhroni. Urdhroni la. E pruri xharufet. Le ranë zakarike të tjera se nuk dalë. Shpejt, hajde. Ja mirë se me erdhe kushëri. Si jemi shëndet kushëri? Më të pyes për këtë jo për gjë tjetër. Se ti vjen nga vendi paras. E shikoni? E shikoni çfarë zotëri është bërë? Iku me shajak dhe opinda. Kush ka qenë shërbëtor në fshatin e tij, zor të bëhet zotëri në fshatin e botës. Ti po, një pyell I bie. Njerit po I bie mirë ama. Bëre mirë kushëri. Bëre shumë mirë që erdhe dhe hape derën andon kodrit. Kjo të nderon. Sa për të tjerët mos u bëjmë rakfare. Shtëpi shqyqër zotit kemi bollë, të hapur për miqe dhe farefisi. Do kujdesen vetë. Rritë mushkën një halë dhe në qajtë sa dru. Erdhët Rina. U lodhët? Jo, moj motor, kush e llogarit lodhjen, po jemi ngritur që pak dhirë, pastaj gjitha ajo rrugë e gjatë. I bie po nuk e di more djali. Si ke pare?
Po pse dërgoj kaq rrallë? Të paktën na dërgojnë letra. Nuk e di më Xherxhe, nuk i kam parë, s'të them. Po për kos trezorin, thonë se pësojnë në fabrikë. Po ka që para marrin ata doktorët ande? S'të them më një. Ka 2 vjet që jam ndarë. Po për Melovani, na e di. Jo. Ke qenë ndonjëherë në netit mas? Jo, nuk kam qenë. Mas e ke dëgjuar ndonjë gjë se ka moti që s'bëhet i gjë. Po Nikoja, Nikoja e, ju duhet ta dini. jeni fis, jeni kushin të tretë. I kemi shkruar për një punë, po... E di vetaj, po gjevap s'na ka kthye. Po nuk kam shtu them me Nikon kemi qenë larg. Kot të pyesni, o të uruarit e Perëndis. Ai s'di gjë fare, unë kam thënë. Këta që përmendët ju janë në shtetin Massachusetts. Kurse ky vjen nga shteti Michigan. Qendroja e ka gjëzdisur Amerikën para te. Dërgohen në shtëpi njëri për akije, më thetë, thash. Pse? Po si pse, njerëzit kanë ardhur për të turuar me se ardhen. Po ti mos u shqetëso se i rregulloj unë këtë punë. Shqyr të kthye vllai që ndosh. Faleminderit. Faleminderit. Më shpëlbeshëm në gzim. Shumë të rridhë më e rinë. Të lumë të gojë. Të rridhë vllai që ndosh. Faleminderit. Që në shëndoshje të jam dasme. Gëzuar me bishë të shëndosh. Faleminderit. Gëzuar me gjanë, që kërë hapi derën. E po shqyr që më kthye vllai këshuri. Të bëft mirë. Dhe mi se në erdhe. Ishte një koqire në najote. Zjen drakit fort. Shqyr që në edhe shëndosh orë djali dhe dasmët. Faleminderit ju apo çfarë? Po kur do vit, ke që nëna nuk të tha? Po nuk di gjë më, nuk e kam takuar. Po na do gjithë malli o birë, erë dhe koha për martesën. Këto pritje e përcjellja e lodhi njeriu. Por zakoni e do që t'i durosh. Tani kushëri, ngriu dhe heja. Të tjerë do t'i presim tek unë. Ku po shkonojmë vlla? Ka kaq vjet që me zi pret të hapet kjo derë. Kur kjo defterin zi kushëri. Si? Të pyeti për defterin e zi. Për çfarë defteri? Ato të borxheve. Nuk ke një të tillë me emrat e borxhlinëve ti, të gjithë sarrafat e kanë. Aha. E mora vesh, e mora. Kjo jetë motër pas ka futur ma qokun në bark edhe ty. E ndërkryer kundër me e sho. Po nuk ta marrë për ters. Do të kemi kohë, do bisedojmë, shtruar, si burrën. Jo, nuk kam konzitohet. Sa parat kam betur bosh në ime. Po ti e do tani, me njerë. Po. Dëgjoj morë birë. Me lejo të të quaj kështu, se edhe nga vitet bie që ti jesh tamam djalin. Vërtet kam bërë ca pasuri, pse të qajem. Nuk kam pasur nevojë të shkoj në kurbet si ti. Pa ma i kam vënë me duart e mia, me djerë se mund. Jam raptuar si kallë. Dhe tani kam 5 parakamje. E si thua zotrote? Ti bëj rushe kumla duke u bërë gjymert me parafisin? Po me mua kush u bë gjymert? Asnjëri. Se kam ndëm para me fajde, shtë keq që kam bërgjën. Se mos kam marrë fajis më shumë se të tjertë. Marë zotri nuk të gjikon njëri. Unë duhet të di sa para i ke dhënë borxh nënës time. Kur? Pse? Pa për të rrobtuar, ja rrobtuar unë ca më tepër se sa ti. Po gjakun tim se kam harruar. Jetën e ke patur të vështirë kushëri. Kishe një nënë të mirë.
të ndershëm, dhe mshuria vetë. Nëse më mire ta lem këtë bisedë, e shoh që ajo të piklon. Vetëm një gjë ngule mirë në kokë, Kushëri. Gjaku nuk bëhet tuaj. Cili gjak? Gjaku i fisit. Rirë të ti ne mund të leme janë në rritë e vogle. Edhe borxhet? E po kure pas ke kaq përfyere këtë borx të flamosur, nuk po e zë fare në gojë. Nuk duat na falësh asgjë, zoti Filip. Deri sot s'na ke falur gjë. Ja, moj motër do të na i falë tani. Jo të fisit edhe të gjakut. Pastaj fshatit të thonë shpalë burr, pas ka qenë ky Gjon Kodri që harroi gjakun e nënës për 5 para të qelbura. Nuk të falë as një lopë këmore breshnjarë. E marrë me manë se e këthyër me i morë në prapanisit dhe nuk të falë as gjë. I kam të gjitha me të shmitarë, me senet, të zesën mbi të bardhë. Dhe të bullosë me gisht njësa tema. Tani më duket se po merrem i vesh. Këtë gjuhë dua se ande nga kam qenë kam dëgjuar shpesh. Tani kur do ta shohim atë defterin tënd të zi? Që nesër, me qënderi dhe sedrat e lën kapa gjumë. Skala, lăsăm! Nu poți să lăsăm! Magda! Nuk jam në ato të Amerikës unë. Ti nërë me mirë sa ato. Ke marrë me tërsëllim. Ti shkruaj në defterin e verësive? Në aparat. Ishe mysafirë, Që ti bësh? Tu në shatë bësh djerë nga mërzia. Pas do mëndë. Po ti prishësh parat me kurvat, një ditë do vishtë më shtrish dorën për borç. Po ta them që ta dish mirë. Ajo ditë s'ka për ta ardhur kurrë. Alla vers, më mërzit e ka për shëllimët. Po qiqërat, nuk i shotë mbara. Për në Amerikë, me vapor të Amerikës. Agent, qendro, bukfudra. Edhe këtë tabel kote më bërë. Amerika është në krizë për vetë. Kur betë lindë për alojnë. I kam ca pa me njanë për këto të qelbura. Paraja për nuk lëvizi, qelbet edhe jo. Nuk kam nërmën të ja para me fajtje.
Se të konkuroj ty. Sa do që të kesh, duhet t'i lëvizësh. Ka menduar qendro, dojmë një orë taklek bashk. Bashk? Po, bashk. Mund t'a bëjnë edhe vetë. Po ti më duhesh. Nuk kam as mosh, as fuqi që të breth poshtë e përpjetë. Ti e i gjëzdisur. Është fjalla për një fabrikë alkooli. Rakije. Fabrikë rakije? Këtu? Pse që ditish? Vreshta kam bo. Argat sa të duesh. Pastaj rakije duhet gjithandej. Dhe kështu nuk qelbet paraja mi këtë dashur. Do me thënë një si thonë kompanije? Afërsisht. Kompanije e pijeve alkoolike, kështu? Qendro, Filip e kompani. Filip. Qendro, kompani pastaj. Dakor. Qoftë bë. Niko, si dhe një dy burë këtë të kohë. Lego, kujdes, mos të rëzosh trallë. Sa të buku që i pas këtë postane. Nuse, si dhe këtu fëmije, se duhet të flejtë. Po, ja e sola. Këtu ndë mirë. A ke di e këtë të burë këtu të të mirë? Çfarë shikon ashtu? E humbe fare. Ja, tani, do, si o, përse. Plaçka ti ke lartë të gjitha? Po, ja, i vim të thajnë këtu, se pas ka dje. Po. Ky është vari gjyshit. Këtu është vari gjyshes. Ndërsa këtu prohen e shtrat e nënës. Asnjëri prej nesh nuk ju ndodh pranë kur dha shpirt. Ti e spast. Zoti Filip. Kërkove llogarit? Ja ku i ke. Do bisedojmë vetë apo do edhe kunatin për të shpintar? Si ta gjeni vetë? Në të bësh e qefi si kur të bisedojmë sy më sy. Ule mjallë. Tete palos. Kate kodre. Shuma e parave, datat, gishti në nëstënde. Prika e motrës. A i miku që risi guak të vatra kërkon të 50 Napoleon. Ka që kishim prerë? Ose ti dërgove 30. Të saj adja. Ble marë, një pëngqe. Vazhdo? Pastaj u sëmurja tëmë. Ishte shpirt njeri unë djes past. Duheshin ilaçe. Te atere pasu bere i gjallë. Shkujtoj një. Me frim në shenë doronte. Me buke gjizë do shëroj. E ndimova si nënën time. Nuk i mungoj asgjë. E deshe si nënën time. Pastaj sëmundja u rëndua. E shtrova në spital. Pagesa doktorve, ilaçet, spitali. I ke të gjitha të shkruar. Nuk desha të të them këto, more kushëri. E di se këto të sfilitin zemrën. Po më detyrove ti me atë gjakëncesin tënde. Leqe edhe unë nxeva gjëmë. Kokë shkretën e kodrët. Si në regu? Do t'i paguaj. Nuk ka nevoj për gjyqe? Jo. Kushëri, esho se e djalin dersh. Tani lejom edhe mua të them fjallën time. Nuk të mjafton e fjallë që të thot defteri? Nuk më kuptove. A mund të më thua shkëndër më të bësh pas këtaj? Po më për mua. Le ti ulim gjakat.
Ne kodrat nuk kemi fisërje pasakësh që të zjemi prin kacide. Çdo të bësh pas këtaj. Nuk e di. Nuk e di. Ma do mendja se do t'ikësh për këtyre skërkave. Po, tokës ke. Dhe si kur të kisha është te provon që t'y zanatit të bujkut. Motrën e ke largë. Këtu je fare qyqar. Ç'lidhje ka largimi me borxhin? Ti borxhi le t'i vëm një kapak. Parat mbaj se do të duhen më shumë se ajri që thith. Borxhi e kalon 2-3 herë vlerën kësaj shtëpie. Kësaj karakatine. Ti do më bësh shitje shtëpinë me gjithë trullin me vlerën e borxhit. Dhe kështu i laj me sape. Kjo gjë s'ka për të ndodhur kur. Po i bie të mirës me shqelm. Tani po e kuptoj përse nuk bëre Prokopi në Amerikë. Mirë. Po t'jap një muaj kohë. Fajdes po të kërkoj. Mendohu. Borxhin mundet të më lash edhe me dollar, si mbas kursit të bankës. Natë mirë. O qa bërë e mirë. O qa theve unë në qenit. Dhe ta dish. Për shdo gjëna kene. Kjo ynë. Magda. Leko, mos ma prima rrugën. Fshati ka plot vajza të reja. Martohu. Nuk shikoj dot asnjë. Ti më ke verbuar, Magda. 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 Urdhro Xharufet. Quve Mihalit sa vjen e zbukuresh. Qasu. O nën, letër nga vllai. O shqira sot. Kush e solli? Xharufet. Sille letrën këtu. Nuk shkoj te prifti. U pyet e Gjoni. Çka ajo që s'ta i jep letrat ati? Qa s'flet? Ti duhet dish diçka. E pse duhet të di? A nuk na i fshet të dyjave? Ti i kupton të gjitha edhe pa ti thënë. Mos thua jo. Ato që mund të marrë me mend unë s'kan asgjë të gëzuar. Prandaj më mirë të mos e dish. Ne marrim frymë ato letra që çojnë nga kurbeti. Jetoj me parët që çonin vëlla. Se gjitha gratë e këtyre gurve. Ma motor, ne nuk jetojmë, po marrim frymë. Shkrihesh në
pas ka njëri? Se nuk ka njerëz unë. Ishte ka frikën. Ndeshët bje gjësë ndi? Për atë vjerë që kishe ti, helë më mirë. Nuk dua para, e di që s'ke. Mos më prek. Ti e di që Mos më prek. Se si dhe shumë e mua. Të dy jemi të huaj në të fshatë. Ti ke ardhur nuse nga larkë. Kurse unë jam njeri pa njeri. Në më do, merë për grua. Kam nevoj për burë, s'kam nevoj për dashnor. Ti e ke një burë me kuror. Po nuk e kam. Ka 10 vjetë që s'bëhet i gjallë. Qketi, unë do të marrë. Gjallë vetë, kujti ka ndodhur gjëma?
Magda, hajde të shkojmë. Ku? Tek gjëma. Nuk dua. Nuk mundem. Magda. Kam kaq kohë që për vete këtë lajm të zi. Nuk dua. Nuk duroj dot më. Po kështu, Magda. Magda. Mos art kurrë e ditë. Bie ke këndon? Për ne bie. Për ne. Ka 17 vjet që dëgjoj këtë këmbën me zënë të ngritë. Kam 17 vjet që bie në shtrateve të muar. Kam 17 vjet që pres. Po ku është im shoq? Pse s'më thoni të vërtetën? Ju nuk dini të prek një grua. Ju nuk dini çdo të thotë presësh natë ditë. Amerika ju ka marrë mend dhe keni haruar që të presin. Ti pse u ktheve? Që të martohesh dhe ti kësh prapë në kurbet. Pse s'martoheni atje më mirë? Se jeton? Si mendon ti? Me se jetoj. Nuk jetoj me para të ndyra, si që punë kësh dëgjuar. Ja, me këto duar jetoj. Punoj qilima në vegjë, që ndi spajën e vajzës kushuriri tënë Filip, punoj argate në arat e zotit Filip. Asgjë nuk zova, veç 2 javë që rojta me burë. Shikon, të ashpra shollën bërë. Po jo të marë Haroni. Haroni që ne duam të lindil. Që ne duam të rritim fëmijë. Kushim shoqë. Pse s'më tregoni të vërtetën? Paktën të më vinte zarë fisi. Je shumë e bukur për të kohër. Dhe në martosh në njerë. Fati im të pret. Do flesh një ose 2 javë me burë. Po pat e fat, do e bësh një fëmi. Po s'pat e do mbetesh berojnë si unë. Elen. Erdha të pyes për letrën. Ti e lexove nënës. E kuptoj. Ti ke dhënë fjalën nënës të eshtësh. Kur ishim të vegjël, ti më mësoi pralla që i kishe dëgjuar nga gjyshi për vendet e largëta, për manastirët, për kallogjerët e malit shenjtë. Të më thuaj si ishtë Amerika. Si bën ajo njerëzit kështu? Që të them? Amerika nuk është si në prallë. Atje ku punoja unë ishte një lum i madh si det. Aty banonim në disa baraka për Llamarine. Ishin plot emigrantë atje, grek, italian, shqiptar, kinez. Shpesh vinin buldozerët edhe na i shëmnin këto baraka dhe detyroheshim të pritnim për të gjetur vende të tjera.
Jena, na mere letrën. E dërgonë dhoska. A ju po ju fejon. Të trashgojnë. Që më rrini mbi kokë. Meri një dhampër dhe lexoni në dhomën tuaj. Nuk i haroj motrat. Unë me shqetësimin për fatin e tyre jetoj për ditë. Kam një shok që e kam njohur para ca kohësh. Stavros Zazaka e quajnë. Është jetim? Nuk është nga krahina jonë. E binda të mësëri urupi, po të vije të martohet në MMD. I taksa dhe një prikë të mirë. Po ju dërgoj fotografinë e tij. Ai e ka dhënë pëlqimin për në rëndë. I kam dërguar fotografinë ku keni dalë të trija. Dërgoni përgjigje dhe të shpallin fejesën. Edhe për Elenën e kam rregulluar punën. Pasi të shpallin fejesën e Nerëndzës, do të vinë njeriu që kam rënë ujti. Do të vinë njeriu që kam rënë ujti me letrën time dhe do ta kërkoj. Ku është fotografia? Ishte një fotografi se kura. Pas ka bërë pazar të mathim, vlla. Mos fol ashtu. Kush tjetër veç ti do t'ju martoj? Po pazari im cili është? Edhe mua do të më fejoj me ndonjë fotografi? Apo më keq? Vetëm me një zart? Ai duhet jetë këtu, do të vi vetë. E thot në letër doska. Artë shëndosh! Unë do të di me kë po bëni pazar për mua. Më për ku ti flet kështu ti ta marri vesh? Ku të kërkon e sap? E diti që jam nëna jota po se di. Në moshën tënde ne zbanim gëku në dilte fati. Le tish si tish. A tish të gjalli tat. Të shikon dhe si astisur do tak poste kokës të zogut. Ti e di. Ti gjithmona i fqe letrat e dhoskës. Bashki kur disni të gjitha. Çfarë flet kështu ti? Kush ti flet kështu ti? Jam raptuar këtë jetën për juve. Në shbar shpirti se herë. Nëse do t'ime që njeri doni ta fejoni, çfarë faji është? Dhe mua bëni çfarë të doni, se u kam zënderën mi ku mosha. Po me Elenën jo. Nuk ju le të bëni pazar me fatin e saj. Nëse do të bëni ndonjë gjë me të, unë do t'i me flakën se shtëpi do t'ju djek. Mos qaj. Për të keqen, motër. Për mua. Për ty. Për veten tim. Është e kotë. Kështu ka qenë e shkruar për të gjithë. Për nënat tona. Për ne. Ndoshta edhe për vajzat tona. Të marrim për burrat sa njerëz të banjor. Ti s'kemi shkëmbyer kur asnjë fjalë. Bilet paguajmë edhe para që ata të pranojnë të bëjmë gratë e tyre. Kush është me madhe në moshë, më pak e bukur të paguaj më shumë. Mos qaj. Për kundërzi ti duhet gëzosh, unë të kisha zën rrugën. Ja, tani vllai më fejojnë. Ti rrugën e ke të hapur. Ti e re. E bukur. Kush nuk do të kërkoj ty? A ti se kush më kërkon? Një njëri me zarfin e dhoskës. Po mbas është? Se nuk tregon dhoskë. Se nuk tregon nëna. Sepse e din të dy se buri që kanë zgjedhur nuk bën për mua. O, kam frikë, se kështë ditë shpëj. Erdha të pyes për letrën. T'ja lexove nënës. Kush din të këndojnë që mundojnë krykën kotë? Na më zhitë. Lereni këngën se apës. Mua zarë dhe kënga më kanë ngellur gjerufet. Pasaport në kurbetit ma dojgjë nënë. Po mirë bëri, se mos pati Prokopi kyll.
atë plakën e avizes. Dere që e di, do t'jetë thyërëm. Dhe me ke paske dhirë dhe atër. Ua, dhe një plaka dhe kam unë. Duke shikon se shpet tu? Vetim lodhet. Vet. Dhe jo, vërma një laf në vesh. Sa them si mik, me që njëherë një javë na e bën kafe të mirë. Si shumë përpjet për e një shurën. Ti për fabrik në kafetën? Jo, e kam për lesht e qosës. Filipi di shbën. A i di, po, këmorën e matet e ka varur ty. Ku që kula ndrishu salar dhe mureve në të thash? Apo s'ka ca vend për aty që ku e kutë të hedhi? Di, po këte kafe ne janë dhe godina. Po bëra copë. Ka me gjithë! Shdo me thënë në aperkut. Pa e këta njëmës më qa kokën, hajde. E morët vesh, more! Lartë madhërisë të ti, i kanë bërë atentat në Vjenë. Për të asyre. Tha Filip Kodri mu, ati vjen nga zëndë. Ku bje kjo Vjena, është më larkë se Selaniku, Gjon? O, të e pjekën delë, Vjena është lartë në Alemanjë. Jo, është në Austri. Aty. Shtesh aq larg madhëria. Shtesh aq larg, pse? Nuk e di ku i kësh. Po kurse i bëtha në një vend mirë pësaj. Anë brinjëta? Se s'ka poskomand këtu janë. Poskomand nuk ka, pa mbretëria ka vesh kudo. Pa. Ka begje. Ti i the Lonit që do t'jap një aperkut. Shto me thënë aperkut? Të duhet një njeri si kryepunëtare mbi këqyrës. Një njeri i zoti dhe i ndershëm. Të e kam menduar dhe unë, po ku të jesh. Në fshat kam betur vetëm plekt. Të tjerët si njohim. Që si thoni njëra ti? Gjoni? Të pranoj thua? Pse jo? Zdori i duar lidhur duke prishur parat e thatë. Para nuk ka e gjanëm. Për më vare që pa thot ortaku. Po shto nuk plagosë rënda përsi? Ja. Jo. Ruajti Allaj. Së shmbretja i, mora e vana. Ti do t'i bet qefi, që për të parë. Një lip këllon. Shiko kam zënë qarë. Në fronin e dhe spotit e paske groposa. Jo nuk tecë. Grupi. Në dhe mirë. Ka të qi! Shdo me thënë aperkut! Ky është aperkuti. Të kam gjetur punë. Tek ata. Po kush e sa ta bëj këtë? Mendja ime. Ti më pëlqen dhe unë ta di hallin. Ose do të marrë syt nga ky fshat, ose po qëndrove një punë do ta bësh. Po ti s'ke qef ti kish prapë nga streja jote. Apo jo? Opa, tumba. Afrot! Mi haqë. Pa mbledhe një qika do të rasat mërë dhe do të krau tjetër se duan ande marrë, nuk ka marrë. Eti? Jo, do të... Hajde, lërë aty atë. Lërë. O lefter, ato. Bërënder qendra që më more kushëriri në punë. Aje e gjak në zetë. Që bua kotë në mu. Po unë e kam barku në ambarë. Është i pa djallëzuar. Ma shumë. Da një ortak, do e nderë për leja. Pa, Më këshillove të martohem. mirë që të mbush më një. Dua që ti t'jesh krushku i parë. Këtu. Cile është? Në Elena e Balarove. Elena? E ke mëndë ti. Po ajo është 20 vjetë me vogël se ty. Pse jo, kam seduar me vllajën e saj me Doskër. Kam letë këmbimet. Ato trari, lërë aty.
Chiaro i carrozze me curate. Po. Da bere shpejt. Ashtu bravo. Osa putu. Të premtoj se do të kalojmë një jetë të qetë. Unë do të dua. Edhe ti do të më bësh djem. Se fisi ynë është shuar. A pëlqeve që në fotografi. Ç'është ky njeri? Kështu duket për ka mirësi. Ndofta kur Beti nuk e ka topitur. Ashtu si që ka topitur atë. Sa bukur ta ka dërguar në nazë. Si mund të duash një njeri të huaj? Po unë. Burim nuk ka as fotografi. Është akoma në një zarf të mbyllur. E sa duket nuk ka as fytyrë për të qenë. Si mund vendos kështu njeri? Për gjërat më të rëndësishme të jetës. Është të drejtë ky njeri kërkon të më zgjojë dashurinë. Unë jam ai që të do për gru. Po si mund të më duash kur s'm ke parë kur? Të kam parë në fotografi. Ato fotografi unë e kam bërë 5 vjet më parë. S'ka gjë. Edhe unë 5 vjet më parë kam bërë. Jo. Unë jam Fati. Mora Stavro Zazaka. Pse je ka që shkret? S'pas ke një farafis, sa do të largët, sa për të zëndorë. Që nga e shkruar të lidhin fatat bashkë. Po ti pse nuk fle? Si mund të fle? Faleminderit. Një mirë qenë ka, goxha të javë. Valjeli të trashëgoj. Faleminderit. Dhe në shpituaj. Edhe me Eleno. Goxha Fati pas ka dalë. Çupat e fshatit ton plakën dhe me të pamartuar. Kur të të vijin? Faleminderit. Gëzofshi dhe në shpituaja. Jam e trashëgim. E bëri si bura doska. Moqi me rakun pas ditë e jetë. Trashëgime. Më kokën e Elenës tani. Faleminderit. Gëzofshi dhe në shpituaja. I mirë. Gëzofshi dhe në shpituaja. Të trashëgojt. Arifshe në tjetër. Dasën vajgjës.
Kam edhe unë një letër nga Docka. Pas një javë do dërgoj njerëz. Mjaftë për sot dhja më mblidhe një vegle. Jeren që ka patën ti me sa të pia dhe një herë ujë. Na merë të ti. Jam blidhe këtu. Po sa rrë shtrinë, ha? Ja këtë karrotë mos e lini këmë rrugës. Pere, se u lova. Kape. Punë mbar. U love miro. Mbar pa që o djema. Si me dhe ca gurë të tjerë. Kush është? Jam unë. Erdha të marrë këto roba për t'i larë. Pse? Sepse ti nuk ti t'lash. Dhe sepse ma ka lënë porosi jotë motër. Ti e mësot asë njerë, ti në... Deri mësot të mbaja i natë. Ta ndaj. Për shkak të asaj letrës. Edhe për shkak të asaj letrës. Do të ftohesh kështu si që je. Ku i mban panellat këmishët. Në sunduk, në dhomën ma ta. Po tani nuk më mban më i natë? Jo tani mësova të gjitha. Le që edhe ti veti dëgjove. A je kësuar që po fejoj? Si thua ti, duhet të gëzojmë që po fejoj me një njëri si ai? Duhet të gëzojmë. Nuk ta fshetët. I thash edhe në nëstonde që qëndroja nuk është për ty, po. Qëndroja? Unë atë njëri unë për para nxjerë sy që sa ta marrë për burë. Kur ishim fëmijë dhe mua më ke thënë një herë do të t'i nxjerë sytë. E mban mend? E mbaj mend. Ne vajzat nuk harojmë asgjë. Vetëm ju kur ikni andej larg haroni. Haroni gjithë shka. Pastaj bëni tregti me motrat. A i të merë pa prikë, prandaj. Je i marrë që ma kujtonë prapë. Si nuk e kupton. Si nuk e kuptove njëherë. Të kuptoj si s'të kuptoj. Kur kam ardhur këtu nuk mendoj asgjë tjetër, vetëm për ty. Po tani mua nuk më kam mbetur më asgjë. Jam një njeri dështuar, pa shpresë. Tani kam vetëm dy krahët si dikur. Si ai djali vogël. Që një natë përcollën për larg. Në gjithë këto vite, për atë djalin e vogël kam menduar. Mas do të shikoj, pse të humi bukuria, pse të mos dashuroj. Vitet e kurbetit masho, por do t'i mallkoj. Nuk mund të zhvishem në sytë të fejuarit tënd. Ti po. Po ti çfarë ke kështu, nuk e ma ajo e para, ha? E pa. Lusi ti, ha? Ai tani ka gjetur fund. Do të rregullojmë shtëpinë, po? Pastaj do të virim edhe kunati. Më fal. Nuk di se ç'bëj. Më ka qenë lumtur. S'ka gjë, edhe unë. Më ka marrë malli për ty në rëndë. Bas 3 muajsh do të vi. Do të blejmë një shtëpi në fshatin tënd dhe një copë tokë. Me kursimet që kam mbledhur do të bëjmë dasmën, dhe unë nuk do të ikem më në kurbet. Do të bëjmë shumë fëmijë se fisi ynë është i shuar. Bra dhe këtë fotografi që t'jemi gjithmonë bashkë, të puth me mallë Stavroja. Sa bukur ngjani. Ju shkoni kaq shumë me njëri tjetrin. Ai është shumë i mirë.
ne do të blejmë një shtëpi, edhe ti do të martohesh me Gjonin dhe në përsëri do të jemi pranë. Nuk e besoja kur se një ditë edhe unë do të jem e lumtur. Nuk e besoja. Renza, qo, Ç'është? të kërkojnë të porta. Eje. Ti dhe kravat. Në rëndë, më i bi. Ti tani u bere me burë. A i shlak në kurbet. Kandili shkëmbi duhet mbajtur ndezur. E ke radhën ti ti shti shvaj. Nasho, kam vjetu, Nasho, kam vjetu ju. Mira. Falenderit. Në mkate të trashkohet djali e me jetë shumë. Bashkë me ju në Allah, kam se s'ka. Edhe unë Thank you.
Kemi ardhur në dasëm, jo në vdekje. Keni ullur kokët e gjitha dhe vajtoni fatin. Me zi shpresni sa t'u rritën djemte dhe t'i dërgoni andej, në Amerikë, në Australinë, Kanada, prapa djelit. Doni 2-3 vetë që u ecën fatit dhe kujtoni se andej është parajse. Pse s'na shikoni në të tjerëve? Pse nuk na pyesni një herë që punë bëjnë për të sjellë ato kacillej që me zi i prisni? U them unë. Pastojmë kanalet e zeza. Futemi 100 pash në ndej për të nxjerrë plumë që na i shkatërron mushkrinjt. Pse ju prisni letra, prisni para. E lë me lëvani për shtyn të gjak derisa vdiq. Nuk u a thash këtë kur erdha. Kost Rezori ka 2 vjet që prell senatoriumeve i smur nga tuberkulozi. Edhe këtë nuk u a thash. Fania ka mbetur pa punë, prandaj nuk bëhet i gjallë. Ti nuk e dini se çheqin për të gjetur një copë punë. Let gota, si do qoftin gjeta mirë. Mjaft me të këngë. Kujtoni se i vetmi shpëtim për varfërinë është kurbeti. Nuk duhet ta kërkojnë fatin ton. Guri është i rënë në vendin e vet oshin plest. Ne po e harrojmë këtë. Sepse janë disa që na detyrojnë të harrojmë sepse ashtu u leverdis më mirë. Je i dheur kushëri. Dhe po i vë kazmën dasmës. Te ke vën kazmën fshatit. E hangër të vëm teri në koqë. Do t'i kthesh të gjithë në argat. Ato që lëtimi mbledh kjo qepri. Sy që siguron udhtimin me vaporin e rehatshëm president Hardy. Lëmën. Lëmën. Apara i vetë poshtë. Se do gratis për pasaportë e djalit. Çfarë u la peng. Marrën apo shtëpinë. Apo njëri tarën dhe tjetri shtëpinë. Shosonja të dyra. Ma hajde, po shero, Ora fmitu, Nika. Po nuk e pe moj nën që të Ikim na shë. Hajde, o Petra, se kete rrugën pa.
ardhur se ka. Ka 10 vjetë që s'besh i gjallë. Ka lodhur rruga. Po të vojt lash. Po krahun. Ku i ke krahun? Në lash në Amerikë. Nuk kam ardhur për ty. Të tjerët ku janë nëna babaj. Ka lodhur rruga. U lut harsat begati o ujnë. Ku janë po pyes? I ke zbuar? Apo kanë marrë qëtë nga turbi këti pragu? Kam vdekur. Baba i ka 5 vjetë. Nëna 3. I kam varosur me gjitha nderet. Ti kam shkruar në letër. Pse? Përse kam ardhur këtu? Përse? Ti u ktheve se ke nevoj për njerës. Jo, kur? Në këtë shtratë i sidhi arante tu. Mos! Qëbëre! E ziza unë, qëbëre seko! Lare, hajde këte! Në shumë! Po kjo shtratë është i shënjtë, aty nuk jam shtira unë. Ka kaq vjetit prej vetëm ty. Për shpirë të prindërve të tu, seko. Të kanë gënjër. Të kanë gënjër. Në shumë. Në shumë. Tu në këtë shtratë? A ishë më tepër ku kam tekur prindërit e mi. Kjo shtratë është fale mërtaje, unë erë të pastroj këtë ple. Që bëre. Në shumë të shuaj, në shumë. Hajde këte i të tash. I çmandur. Ke 10 vjetë që s'bëhesh i gjallë. Ke 10 vjetë që s'ke dërguar asgjë. Prindit e tu unë i kam bajtur, i kam ushqyer si fëmijë. Kam 10 vjetë që fle me këtë zarf. Na mere! Të derë unë ta kam bajtur hapur. Po që se ke ardhur për ta shkatruar, më mirë vrap mua. Ja ku m'ke. Na! Mos kujto se kam frikë nga vdekja. Përse, o Zot? Çfarë kam bërë, o Zot?
Ja dhe ka dalë. Pjetërsira, rangullat lyera me boj. Do të në qëtë ndrysh karavajtë deri në Itali dhe një thes me para? Ja zë këti qoftë. Dale mos e me rëmbyrë. Makineria duket kur vjetë në punë. Punë more të plaqin sytë, po kjo ta bërë mu qatje te. Ta odhe Pepinot, të bodhe, të grabitë, të ropën. Mor unë bameno, mu i shastisur. Kujtë vajta dhe i besova dhe unë. Po të ishe për t'janë ti, do kishe bërë Prokopi atje, në Amerikë. Kur i fregoj se më t'jem belaj, pastaj. I kër unë bameno, lëshom për t'jotak! Mos harro se unë kurbetin e kam bërë në Chicago. E shdo të thuash me këte? I kam bërë ca punë të vogle, me gangster të andi! E qënë se ditë ke zanatin, qëru prap! Për në Chicago, që preta akoma? Këtu a i zanat nuk të pijuj se një bitë vënd jemi. More vesh mora, thuaj. Mero të djetë. Ka shumë boshi. Të gjena ju pëlqena? Shumë të bukër. Shumë shënduar. Faleminderit. A i për një muaj vjen. Se nuk e blini shpinë e koçanve, ajo është bosh. Ta shojmë kur të vi, janë edhe këto me qëndisi. Të gjitha i ke gatit ke qenë nëna. Edhe këto. Mi gëzofsh e mi tu fëmi. Nënë. Do bëhem i gazi botës. U anë që kërkuam nuk në e dhanë. Se sy të pëlsasin ty edhe mua bashkë. Edhe unë po t'isha drejtor banke, nuk do t'i kisha dhanë. Të gjithë e kanë marrvesh, sa argjuam qimjet e kokës për ca rangullat të ndryshkura. E të gjithë e dinë se Pepinot na jodhë, edhe s'kanë më besim tek ne. Dale. Do t'ja gjejmë të arenë, mos u bëj merak. E kam menduar. Pa ha? Se e mëndje të vetëm marzira ka pjell deri tani. Do t'i shkruaj kunatit, Loskës. Motrën do t'a marrë pa prikë si që kemi lënë, do t'i them. Po ti në dërgo ca para me Filipin, që ta përfundoj fabrikën dhe t'i dajme 10% fajte. Dhe në mos dashtë? Do t'doj. Kur të marrë vesh jam ortak me ty, do t'doj se s'ban. Prandaj duhet sa më shpejt shpallin fejes. Ti, hyre kësaj valle? Lakës ja pa prapë mua betin. Para më tha të presim sa të vijë të ndër tjetër. Dhe ndër tjetër nuk më besohet se do të vijë. Pse qesi budalla? Ajo më të regoj letrën e ti. Dyshoj se Doska ka bërë një marifet. Qfare? Marifet. Rëndza ka mbetur në nole e pa fejuar. Kjo e ka lidhur këmbët edhe Elenës. Dyshoj se Doska... Prandaj deshti ta qesante t'jeme. Jo fotografit, unaza, letrat. Si është e mundur? Është e mundur. Doska nuk në njohëm mirë se kushdo. Prandaj ti duhet të shkosh pa tjetër tek ajo me Elenës. Unë e pas sigur qëndro. Nëse si do qoftë po dërgoj para, fati ytë. Do zëvendësosh parat qumbe në Itali dhe do t'jemi praportak. Po mos dërgovi, do më lesh peng dyqanin. Qfarë? Shqip, pola. Do bëjmë një senet të noteri. Kjo është posësi, Filip. Kjo është tregti qëndro. E fillon si në Amerikë, e vazhdojmë si në Amerikë. Këti i thonë faliment. Ti falimentove. Unë nuk mund të mbaj për ortak një njeri që s'ka një morë në prapanicë. Gjon. Oj, Gjon. Qërë sirë që nga këtu? Pa shfat keqen, motra. Ja ti dhe më merë. Helen. Me mua është në rëndë. E sho. Prit në rëndë sa të cilë dritë. S'është nevoja, unë e përcolla, isha krushk. Ti nuk mund ta marrësh dot me mend sa e mirë është ajo. Tani unë erdha për gjithmonë. Ku do të më shpirë? Tek motra rim. Ajo pret që ne t'i vimi me kalë të bardë. Ajo pret që ne t'i shkojmë me këngë me valle.
Hajde si s'ke nënës. Qendroja nuk është burë për Helenën tonë. Ajo është pushtë maskara Helena Dogjonen. Ku është ajo tritë shkurtër? Ku është? Ajo u martua me Gjonin. Unë e përcolla mbrëm. Ti duhet t'i japësh bekimin. Unë sot do t'i shkruaj edhe dhoskës. Oh, Gjon. Përse ma bare këtë turp? Shpirti ma disat kam dashur. Shto të thotë shati. Shto të thotë dhoska. Dhoska, a i ka 10 vjetë që se ka parë këtë shtëpi. Stavroja unë dalë nga Përse, unë akoma nuk të kisha njëro. Përse. Unë vetëm shkrimin dhe fotografin tënde kam. Si nuk erdhe një herë. Si nuk të pash një herë përse gjallë. A zëri s'ta di. As sytë. As që vetëm fotografi. Të pak do të shikopja një herë. As kishin ndenjur një ditë. Një orë. Vetëm një orë të kisha folur me ty. Letë mos ishim martuar. Sot. Unë në nëshkruar e qenda bukurda, vës si peng për këtë borç, dyqanin ti me gjithë mallin që kam. Sot më datëm në rregull, që nesër do të çojmë në qytet, te noteri. Prit. Po me mua çfarë do të bëhet pastaj? Me ty? Po ku ta di unë? Dy duar për një kokë, thonë. Mirë the. Dy duar për një kokë janë.
Gjëra pa biseduar bashkë. Kemi që bisedojmë bashkë, Qendro. Ti je një dështar. Djove, falimentove, Qendro. Është mirë të kthehesh përsëri në Chicago. Ose më mirë si thua. Do të rish të shërbesh si kamarier në kafenen time. Desha të Shokali po thon. Se nuk më hedhin dot as Pepino as ti. Nuk jam atje humbur. Si? Do me thënë nuk i paske hargjuar parat. Me qëllimi ke bler ato vjetërsira. Maskara, parat tu. Je parat mua se unë të të njëmi. Ai tut. Më kthej parat, Qendro! Ky është biznes, Filip. E filluam si në Amerikë. E vazhduam si në Amerikë. Ta përfundojmë si në Amerikë. Neranza nuk është mirë. Neranza? Neranza! Çfarë bën ashtu? Lëshoj! Lëshoje! Neranza, që çoti nuk jemi. Lëshoje, po them. Neranza, lidhe vetë. Largoju! Mos u përpitë më dalosh. Nuk dua të lë asgjë pas. Asgjë. Qose jeta juve ju ka lodhur. Mua jo më ka dërmuar. Nga shkatëruar. Kisha edhe unë ëndra. Ëndra të bukura. Por tani, jam shumë larg asaj që ëndërroj. Dhe dhimbja ime nuk ka më ilaç. Nuk ka. Jeta ime ka qenë rruga nga shtëpia deri te shkëmbindarjeve. Nga shtëpia deri në kish. Nga shtëpia në arë. Ati im që aq kurnac me mua se më solli vetëm disa ditë lumtur. Dhe ato mi dërgoj me fotografinë e njeriu që kush e di se kur ka vdekur. Jeta këtu është e ashpër e vetë. Luteni Zotin t'ju bëj të fortë. Hape! Në rënd! Lërës. Hape! Nga, hajtë. Ajo ka nevojë të rri vetë.
pa fle. Ja. Nuk më merë që më sonde. Helen. Po sikur ti ke përcako. Ku? Ti ku? Për gjetur punë. Afër apo larg një lloj është përderisa nuk do t'jem me ty. Përse nuk përgjigjesh? Sepse për mua nuk është një lloj si ti kësh afër edhe larg. Pritja nuk është një lloj. Edhe malli. Ma hesun, jam njeri pa fat. Unë nuk dua asgjë tjetër. Është ti me ty gjithmonë. Po mua tani nuk më ka mbetur asgjë përveç krave. Kemi vetëm ne të dy qona. E di. Kam njohur shumë njerëz që nuk kanë asgjë përveç krave. Ndërshof në një ditë kjo botë pa drejtë ata do ta bëjnë. Nuk do t'i iki larg mos u mërzit. Nuk kthehe më në atë vend që më mori rinin time. Tani të kam ty. Pashka do të marrë të njërë të rastin e Muhaqirit. Ndoshta do të gjendet në një qoshet këtij vendi edhe një punë për mua. Edhe një kulm për ne të dy. Leko. Prap me ta pa punë. Që të bëj? Të ikin kurbet. Kjo bot duhet shkatruar. Duhet shkatruar, Gjon! Sa kam fajnë dë rasat. Me fjallën se do të rrim bashkë. Diçka do të bëjmë. Kurbetin harroje. E, Gjarufet. Iq. Që bëhet ti? Balo, na. Ja. Me thëmë pas ka qenë ky. Po deri sa nuk I duket as nam as nishan. Balo. Balo. Ku është pronari këtë dyqani? Ka qarë ferën. Shka e të thonë? Ferën. Shpejtë kujtuat. Ja si e sjell qarku. Unë mbeta pa kafene, ju pa punë. Humbëm të dy palët. Jo, ti ke humbër më shumë se mua e Leko s'pak unë kam betur këto. Qido? Unë nuk I fut dot në punë. Bodo I qelbur. E kontrollove dritare? Po, sigur. Beni dyllin e kuq dera së rrushdi, ne shkojnë. Urzen hyje të rrallohen, njerëzi ashkojnë, edhe unë një ditë do nisem, mas do të shikoj, se të humbi bukuria, se të mos dashur